Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin Horoskopi Nesër. Këtu është horoskopi për ju nga enjtë 18 dhjetor 2025. Dashi. Kjo ditë ndihmon në dashuri, veçanërisht ata që punojnë shumë dhe kalojnë shumë kohë larg shtëpisë ose kanë nevojë të rikuperojnë ndjenjat e vërteta. Ju do të doni të kishit konfirmim në dashuri. Demi. Përpjekja e madhe mund të krijojë stres për konkurrencën. Dashuria në shqyrtim. Binjakët. Unë jam i lumtur t'ju them se sot do të jetë një ditë me shumë më pak stres. Më të rinj ose më të gatshëm, ata mund të fillojnë një aktivitet të pazakontë. Gaforja. Padurimi në marrëdhënie mund të prish një miqësi dhe këto ditë është e vështirë të përmbahesh. Ju duhet të merrni disa orë kohë për veten tuaj, të shtyni diskutimet deri nesër që sot mund të shkaktojnë shumë keqkuptime përfundimtare. Luani. Ata që janë në një lidhje prej vitesh shpërqendrohen nga një njeri tjetër dhe duhet të jenë shumë të kujdesshëm. Më duhet të them që në përgjithësi kjo nuk është dita më e mirë për të filluar polemikat, megjithatë dikush do të përpiqet t'ju vënë në siklet. Virgjëresha. Tensione të vogla në jetën emocionale. Kontrolloni shëndetin tuaj, shmangni stresin. Peshorja. Ditë intriguese dhe e vlefshme. Në fund, dita ju gjen fitues, rikuperimin psikofizik. Akrepi. Një përgjigje mund të ketë mbërritur ose do të arrijë së shpejti detyra të reja. Në dashuri jeni i apasionuar, por mbrëmja mund të jetë dembel. Kërkoni marrëveshjen me partnerin. Shigjetari. Mundohuni të jeni krijues dhe pak të çuditshëm. Merrni zënë nëse keni ndërmend të flisni biznesi. Briqapi. Ndjenja se dikush po tradhton besimin tuaj në dashuri. Kujdes nga komplikimet që mund të shfaqen në familje. Ujori. Në dashuri ju mund të zgjidhni problemet, do të duhej më shumë mirëkuptim. Aktivitetet praktike janë të mira sot. Peshqit. Mundësia për të ndryshuar shumë gjëra. Ju keni nevojë për të rimarrë forcën fizike. Regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Shihemi nesër.